Neve na ka bot dam shumë kultura turke dhe perandoria osmane dhe njerëzit që kanë pas mentalitetin e perandorisë osmane dhe kemi mbetë kështu siç jemi. Por sot Maqedonia çish është, nuk është për shkak të grupit etnik shqiptar, nuk është për shkak të grupit etnik Maqedon, për shkak të grupit etnik bullgar, serb, për shkak të grupit etnik turk dhe grupit kombit musliman. Ekziston kombi musliman, se dhe kombi musliman është pjesë e shtetit Maqedonisë. Mirë po, ju me morë prerogativën me fol në emën të shqiptarëve. Në emën të shqiptarëve, unë jam shqiptar, autokton i Zorretit Ilirët, Miletit Skanderbeg, si unë ko plot, kon Tetov, kon Gostivar, kon Diber, kon Struk, kon Kumanov, ko gjithë andej shqiptar kështu, si që jam unë, që ne nuk shfryzojmë drejtën minimale të këtij shtetit për të ngritur qoftë ekonomikisht, nuk po them politikisht, se çdo gjë lidhet me parë, lidhet me lek.